Ekziston një opinion i përgjithshëm se politika në Shqipëri është kryesisht virtuale dhe se ato e drejtojnë e diktojnë një grup analistësh të cilët janë ekspert jo vetëm në këtë fushë, pra në politik, por mbi të gjitha janë të pavarur. Ne sot kemi ftuar disa prej tyre, ata janë në disa nga studiot e televizioneve më të njohura të vendit, me të cilët ne do të lidhemi drejt për drejt. Analistët! Gati me fjalë. Jemi gati. Mirë jeni përgjithësi, mirë atë. Atë jam këtu bashkë me këto katër anal... Po shite, zoti fajt, po shite... Një sekundë është, po shite drejt se kene përshku ke emisioni tjetër... Analizët të shuar që do flasim për zgjedhjet, më thëmë për vonerët, se na iku të ora tash, lutem shumë tash. Do flasim për zgjedhjet, pra për zgjedhjet, ja, tani që mbaruan zgjedhjet, populli do të qetësohet dhe të qartësohet se tani e tutje kush do t'i qeverisi. Më kuptoni? Ne atë po presim, do më thëmë, si do zhvillohen ngjarjet, normalisht po... Po ti zotri nuk mund të flasësh kështu, sepse nuk mund më tregosh mua teza se ti nuk e di nga del veza. Atere do shojmë rezultatin. Atere Baska i paska qi, një sekund, shumë interesant, i qine 95 vota para, ju lutem, çfarë mendimi keni për këtë rezultat? Pa dyshim që Basha është një politikan shumë i zgjuar, edhe ka bërë një fushat goxhat mirë. Unë do të votoj dhe do të jem pro çdo vendimi që do të marri KQZ-ja. Po, ndonjë mendim... Me thonë drejtën moha, si që ka thonë Eni i Madhi, dhe me thonë, Rosë Seli Berisha ka thonë që... Rama, është ka... Jo. Rama është ka 400 vota para, sa ka thonë Sali Berisha për këtë? 400 vota para Roma. Rosë Seli Berisha ka thonë që Rosti di Roma ka thonë, Rosti di Roma. Ashtu? Pa dyshim që Rama është i politikan i pjekur, edhe pa dyshim që do të fitoj. Sigurisht, do më thënë, Rama është një politikan, do më thënë, diskutohet, është një... Ka një, do më thënë, një pjekuri, do më thënë, unë e adhuroj, ka është, do më thënë, unë jam një idhull, do më thënë, adhuroj atë, është thjesht, do më thënë, një... O Shila, Shila, shite, o Shila. Rama është, do më thënë, ka një pjekuri të tjenë perfekte. Tani kam një pyetje, kush do fiskëlleu njëri këtu, apo fiskëlleu një? Jo, s'ka fiskëlleu një, po kush mund të fitoj, do më thënë, zgjedhjet, apo, si e keni ju e... Theni në emisionin tim tash ti, erdi ora! Ka kalu ora, të fala. Më falni, po pse ikin sikur s'keni pa emision me sy. Ju lutem shumë zotri se filloi emisionin tim. Tash ju lutem shumë se unë nuk e dhash edhe lekët më. Ua! Po urdhë lekët, urdhoni tani, ja, se jemi në televizion me rregulla, na vjen këtë. Hajde, vazhdoni emision tash, ju lutem. Më rrotulloj këtë. Atëherë fillojmë pa unë burko me emisionin tim këtu në Stasera kon Pajtimja. Atëherë, fillojmë pa, faleminderit. Kemi të ftuar këtu... Pajtime. Po, atëherë pa unë fillojmë maratona zgjedhore. Nuk ka nevoj për fjalë. Doja para se të fillojet na hapësh çika ato lekë. Po, më falni se harrova. Sheta parat, mo taksirati. Urdhëroni zotri. Urdhëroni. Modestia e lekut ka një... Sa do... Atëherë, pa unë burko maratona zgjedhore. O gëtë, në thuj herë kush më para që dim që të folim. Po, atëherë, dakord. Sa po, më konfirmojnë që Tirana është barazim. Po, flisni se ju kam paguar, flisni. Ju lutem, flisni. Barazim, a?
Flisni se u kam paguar. Flisni. Burrat mirën të dy më pëlqejnë. Ju lutem shumë flisni se ju kam paguar. Ka që të folim në parë shumë rezultati, s'dim ku t'ja thuna. Dakor, një sekond, se po më konfirmojnë që Lul Basha është në fillim. Ajo tash! Po pra, se normal, është le! Po, Që, domethënë të themi dy fjalë, domethënë sigurisht. Lul Basha, unë e kam idhull. Është Lul Basha është një O, shila, pa ha, shila mo ha. Një sekond. Lul Basha ditë të bëj politik. Lul Basha ditë të bëj politik. E këtë e kam Padyshim është Lul Basha është tashmë një fitues, është e qartë. dakor, një sekond. Një moment. Po më konfirmojnë që Edi Rama është për para. Nuk ishte ashtu si që tha. Po. Domethënë, Edi Rama, siç e thash dhe ke emisionit tjetër, unë e kam idhull, domethënë. Edi Rama ditë të bëj politikë, a ka një politikë. O, shila! Edi Rama, një sekond. Ashtu. Edi Rama, domethënë ka një politikë të tillë që unë e adhuroj. Domethënë ka një Padyshim që Edi Rama Ashtu është. Edi Rama do të jetë kryetari I ri I bashkisë. Dhe siç thonë, në këto zgjedhje ka ndodhur një fenomen, prandaj edhe unë them Dakor. Atëre po zotri, po. Në flisni, ju lutem shumë se ju kam paguar. O, gëtë, të shina ka ardhur aj për më shkuk emisionit tjetër neve, marun që Një sekond, dakor, duhet të mbyll emisionin nga unë pajtimja, këtu Stasera kon pajtimja, shifemi pak më vonë. Hajde se ka filluar emisionit tjetër. Një sekond, ku po iki, more zotri? Përshëndetje. Ja ku takuam në emisionin tim zgjedhje vendore Berisha 2011. Po shqy si ashtë jem të ati, pa hoa për se të bojë I se bojë mi. Mirë, ulluni. si jeni mirë. faleminderit. Që mund të na thoni për... Po të pare të jetë akserat, mori. Falni, po qëfar para që unë ja dhash ti? Mua më ka dhënë para ti, kontrollo! Ma vjen keq që fletë shumë? Ja. Takojmë në emisionin tjetër Blerim Shqiptar.